Qyrohen për shkak se nuk janë në rrethonat më të mira materiale, me qëndru me një burr i cili ndoshta mund të jetë edhe femër mundet me qëndru me dikon vetëm për shkak që nuk kanë mundet ajo e shkreta se ndoshta nuk ka mundësi financiare për me ecë tutje, nuk ka rrethona, besa nuk e mbështesin edhe familjet. Kemi dëgjuar histori reale të familjeve që i thonë rrit e burri duro se nuk ish dash sot brenda me fol që ende femrat sakrifikojnë edhe durojnë dhun familje për shkak që nuk janë të nuk ish dash nëse rrethonat kishin qenë ndryshe, unë po flas për rrethonat reale të shoqërisë. Mu pa m'pëlqen, tash është një kohë, s'pa thënë moderne, po është një kohë që në varet që je pjekun emocionalisht edhe sa je forti si edhe financiarisht. Edhe financiarisht, po të paktën edhe në qoftë se si ki financat se emocioni i mirë s'ta ushqen. Edhe në qoftë se si ki financat, do me thonë mundesh. Femra ndoshta është shumë më mirë financiarisht se moshku. Pra, fola për ato femra që nuk e kanë gjetë vendin e punës, nuk janë të konsolidume, sa ato që janë të pavarura si vjosa, tash bojnë zgjedhje. Ajo është një plus, do me thonë financat është vetëm një plus, po prapë nuk isha ndalë s'ma kish bloku jetën financat, do me thonë prapë kisha bu zgjidhje tjera, do me thonë që se kisha duru një jetë jo të mirë me një mashkull, edhe vetëm pëse si kam financat edhe me qëndru prapë. Është e vërtet që shumë gra qëndrojnë në lidhjet pashëndetshme edhe për shkak të kushteve financiare. Po, është shumë e vërtet, po unë e prapë thëmë që nuk jenë të forta ato femra edhe nuk kanë guxim që me ecë përpara, sepse standardi jonë në Kosovë e dim qësh është, me thonë, ekonomia jonë e dim qësh është edhe nuk ka diskutim, po të paktën prapë, unë thëmë që prapë s'kisha nejtë me një lidhje ku nëse si shënkun financat, prapë kisha bu zgjidhje tjetër edhe nuk kisha qëndru në atë lidhje. Po në atë ku, kur e ki marrë vendimin, a i ki mendu edhe financat për para se me bo një vendim përfundimtar? Jo, absolut, unë gjithmonë kom punu edhe gjithmonë se më ka shumë mendja, nuk më ka shumë mendja të puna e financav, sepse e kom mendu mas pari shëndetin ta edhe jetën, edhe diçka kur nuk shkan, do me thonë është shumë si me ndan, nuk e me ndan jo financat, po kur gjithë si me ndan, e me ndan qysh me qenë të e lirë dhe pavarur edhe me autorejk prej një lidhës që nuk është e shëndetshme, edhe me vazhdu jetën normal qysh e vazhdoj tash. Çdo femër është shumë e aftë që mi pas financat e veta edhe mos më varë prej kërkujt. Kështu që, vajza, punoni, zhvilloni karierën. Ose mundi. Vazhdojmë me që jemi të financat, vazhdojmë të një deklarat tjetër. Ardita, ka pas shfaqje ku jam pagu 1 euro. Mazi s'ka kur shkanë të i. Po, shumë e vërtet, mirë po, ne si aktor nuk ka rëndësi, kur i aktor i mirë dhe me shpirt, nuk ka rëndësi pagesa, sa është. Me rëndësi ka pas për mua ditë, përvoja, emocioni edhe shka poja për skenën. Po normal që edhe nuk di është ashtë mirë kur